Ashtu si 15 vjet më parë, kur kufiri me Shqipërinë u shndrua në rrugën e vetme të shpëtimit nga genocidi serb për mira shqiptar të Kosovës, në mënyrë simbolike është ripërsëritur kjo ngjarje në këtë ditë të përkujtimit. Shqipëria është nona e shqiptarëve në botë. Rreth 100 të moshuar nga Kosova kanë udhëtuar në këmbë drejt Kukësit, ku janë pritur nga qeveria Rama dhe Thaçi. Dy kabinetet shqiptare në këtë mbledhje të përbashkët në qytetin verior të Shqipërisë kanë synuar të rikthejnë mirënjohjen për pritjen dhe hapjen e dyerve për qytetarët e Kosovës në ditët e represionit serb, duke bërë sot Kukësin kryeqytetin e të gjithë shqiptarëve. Këto pamje të transmetuara përmes një dokumentari kanë rikthyer në vëmendje ato ditë lufte ku askush nuk mund ta dinte se kur dhe kush ishte fundi. Derisa vetëm pak vite më vonë, lufta e shqiptarëve të Kosovës dhe Aleancës Euro-Atlantike do të mundësonin shtetin më të ri të Europës. Nëpërmjet kësaj deklarate shpallim Kosovën shtet të pavarur dhe demokratik. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi në fjalën e të cilit dominonte falënderimi për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, NATO-n dhe Bashkimin Evropian dhe të gjithë miqt që ju gjendën Kosovës në ato ditë të vështira, ndërto veçoj. Falenderoj njeriu i cili në atë kohë udhëhoqi qeverinë e Republikës së Shqipërisë, kryeministrin e prapavijes së luftës së Kosovës, kryeministrin e Shqipërisë në atë kohë, zotin Pandeli Majko. Duke kujtuar dëbimin masiv dhe krimet e tjera të rënda të bëra ndaj popullit tonë, ne nuk duam të kultivojmë urrëtitjen, por të bëjmë të qartë të gjithëve të vërtetën historike. Të nderuar bashkëkombës, prandaj në këtë ditë ne ritheksojmë qartë, fort dhe me bindje të plotë se populli ynë ka qenë në rrugën e duhur e të drejtë, se lufta jonë ishte drejtë, çlirimtare, e ndershme dhe legjitime, dhe askush nuk mund ta njellosë. Kjo është një kohë e re për rajonin, deklaroi kryeministri Edi Rama, pasi shprehur mirënjohjen e thellë dhe vlerësimin e lartë për luftëtarët e Kosovës, gjakun dhe sakrificën e tyre, por edhe për mikpritjen e shqiptarëve, si dhe për të gjithë kontribuesit e paqes në Ballkan, që nga ish presidentët amerikan, Aleanca Euro-Atlantike dhe të gjithë miqtë e shqiptarëve, pa harruar edhe ata që kontribuan për pavarësinë e Kosovës. Por madje unë këtu dua të shpreh mirënjohjen edhe për Sali Berishën, edhe për Partinë Demokratike në qeveri si pjesë e përpjekjes përbashkët shqiptare për pavarësimin e Kosovës dhe për të arritur në këtë ditë ku ne shqiptarët kemi mundësinë të themi vetes dakord ne ndahemi thuajse për të gjitha. Por ne fatmirësisht nuk ndahemi tek çështja e madhe që deri dje mbante emrin çështja e Kosovës, por që sot natyrshëm ka emrin çështja e shqiptarëve. Pjesëmarrës në këtë aktivitet, përfaqësues nga të gjitha trevat shqiptare, Maqedonia, Malizi dhe Presheva, përshëndetën këtë rritje të bashkëpunimit mes dy qeverive shqiptare. Një Shqipëri e fortë dhe një Kosovë e fortë, padyshim se do të jetë në favor dhe në interes të shqiptarëve në troje tjera, sepse akoma fatkeqësisht mbizotron në politikën e Beogradit forma e diskriminimit vazhdueshëm por me metodat moderuara ndaj shqiptarëve të luginës Preshevës, por do të jemi stoik si gjithmonë shqiptarët për t'i përballuar edhe këto sfida të fundit deri në hyrjen e Bashkimit Evropian. Uroj që Shqipëria dhe Kosova të mos na harrojnë edhe se neve gjithë shqiptarët që janë jashtë këtyre dy shteteve i kemi sytë dhe shpresat të orientuara tek dy shtetet tona. Nga kjo mbledhje e përbashkët e dy qeverive, kryeministri Edi Rama paralajmëroi një sër marrëveshjesh konkrete me Kosovën, të cilat nisin me sistemin e unifikuar arsimor, materializimin e marrëveshjeve energjetike, duke ngritur një treg të përbashkët në këtë sektor, jo vetëm për të siguruar energji për të dyja vendet, por edhe për të bërë eksportuese e saj. Shqipëria dhe Kosova do të shkojnë drejt një hapësire të përbashkët të prodhimeve bujqësore. Pas pak muajsh, dy shtetet shqiptare do të ngrenë edhe dhomën kombëtare të tregtisë, ku sipërmarrësve nga Kosova do t'ju hapen dyert e investimit në Shqipëri dhe në Sjelltas.
Pas heqjes së tatimit të dyfisht, Shqipëria dhe Kosova do të heqin edhe doganën për mallrat e të dyja vendeve, ku pika doganore e Morinës do të kthehet, tha kryeministri Rama, në simbol të vlerës dhe të bashkëpunimit mes shqiptarëve. Ëndra jonë është jemi një kom i bashkuar në Europën e Bashkuar. Ëndra jonë për të qenë një kom i bashkuar në Europën e Bashkuar varet nga ne se sa, si dhe kur bëhet realitet. Për sa na takon, ne do të bëjmë më të mirën që Shqipëria dhe Kosova të jenë më të mira fal punës sonë. Tjerët do punojnë më mirë mbas nesh. Faleminderit.